Alba, teksa flet me disa nga banorët e tjerë, shprehet në mënyrë të ashpër për Shkurtën dhe ndan mendimin e saj se ajo është një person që është gjithmonë problematik dhe nuk është e denjë për të qëndruar në shtëpi. Ajo thot se Shkurta është një vajzë budallaqe që nuk e ka vendin aty dhe se mënyra e saj e të vepruarit është gjithmonë e gabuar. Alba shprehet se Shkurta është shumë e keqe dhe se ajo ka një natyrë që vetëm sjell probleme për të tjerët, duke i bërë ata të ndihen të pasigurt dhe të shqetësuar për qëndrimin e saj në shtëpi. Alba vazhdon të flasë me zemërim dhe tregon se banorët duhet të kenë frikë nga Shkurta. Pasi ajo është një person që mund të shkaktojë tensione të mëdha dhe ka një ndikim negativ në atmosferën e shtëpisë. Sipas Albës, Shkurta është shumë manipulative dhe ka tendencë të përdorë të tjerët për të arritur qëllimet e saj, duke i shtyrë ata të veprojnë në mënyrë që i shërben asaj. Alba shprehet se kjo është një nga arsyet që ajo nuk e beson dhe nuk e respekton Shkurtën, duke theksuar se ajo duhet të ishte larguar nga shtëpia shumë kohë më parë. Një pjesë e bisedës është gjithashtu e fokusuar në mënyrën se si Shkurta është gjithmonë e gatshme të përfshihet në polemika dhe debate me të tjerët. Alba thot se Shkurta është gjithmonë në kërkim të një arsyeje për të provokuar dhe për të ndezur konflikte. Dhe kjo sjellje ka krijuar një atmosferë të tensionuar brenda shtëpisë. Ajo shton se nuk është e mundur të kesh një marrëdhënie të shëndetshme me dikë që është kaq e pasigurt dhe që përpiqet gjithmonë të bëjë lojra me mendimet dhe emocionet e të tjerëve. Të tjerët që po dëgjojnë bisedën e Albës janë të tronditur nga pasioni dhe urrejtja që ajo ka ndaj Shkurtës. Ata fillojnë të diskutojnë mes tyre nëse Alba ka të drejtë apo jo, por disa prej tyre fillojnë të bien dakord me disa prej pikpamjeve të Albës, pasi vënë re se Shkurta ka shkaktuar probleme në të kaluarën, sidomos kur ka ndodhur ndonjë konflikt mes banorëve. Ata mendojnë se Shkurta